Mjeku i epurdhër. Mos pini ujë të ftohtë me ushqimin pasi mund të sjellë dëme. Hidratimi është një element thelbësor për një jetë të shëndetshme. Çdo ditë trupi ynë humbet 2 deri në 3 litra lëngje nga djersa ose lëvizja, madje edhe teksa marrim frymë. Kjo funksionon edhe është thelbësore për mbijetesën tonë, ndaj duhet të kompensojmë humbjen e lëngjeve. Ruajtja e balancës është e rëndësishme për të mos u dehidratuar ose edhe më keq. Hidratimi është një element thelbësor. Nëse nuk pini lëngje vazhdimisht, atëherë do të vuani nga këto probleme, por nuk duhet të pini ujë të ftohtë. Uji i ftohtë ka ndikime të shumëfishta në organizëm, sidomos thuhet se pirja e ujit të ftohtë nxit formimin e sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes dhe pengon shërimin. Uji i ftohtë gjithashtu nuk këshillohet të konsumohet kur stërviteni, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja. Është e arsyeshme që të pini ujë të ambienteve ose ujë pak të freskët dhe asesi ujë të ftohtë.